Hëngri limon për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Flavonoidet që ndodhen te lëngu i limonit mund t'ju sigurojnë një antioksidant të mahnitshëm i cili mund të kurojë një sër komplikacionesh. Lëngu i limonit mund të parandalojë hipertensionin, diabetin, dispepsin, ethet, kapslëkun, forcon strukturën e flokut, çerjen e lëkurës, gjithashtu edhe shëndetin e dhëmbëve. Dhe jo vetëm kaq. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Limoni është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Studimet të shoqatës amerikane të urologjisë kanë treguar se lëngu i limonit krijon një sildenafil urinar, i cili ka aftësinë të parandalojë formimin dhe eliminimin e gurëve në veshka. Ja përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lëngut të limonit, gjithashtu edhe i limonit në dietën tuaj të përgjithshme, sipas Healthline. Limoni do ju ndihmojë në menaxhimin më të mirë të kilogramëve të tepërt. Pektina, një fibër e tretshme që ndodhet tek limoni, mund të stimulojë një proces më të shëndetshëm të humbjes së peshës. Pra, shtimi i limonit në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të rregulluar peshën tuaj trupore dhe për të mbajtur larg komplikacionet e saj. Limoni është një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj kundër problemeve të lëkurës. Antioksidantët e lëngu i limonit reduktojnë rrullat, heqin njollat e moshës dhe lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ato gjithashtu pastrojnë gjakun dhe sigurojnë një çerje më të shëndetshme dhe rrezatuese të lëkurës. Limoni është një detoksifikues shumë i rëndësishëm. Kombinimi i lëngut të limonit dhe limonit në dietën tuaj në bashkëveprim me ujin mund të veprojë gjithashtu si një detoksifikues për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Pra, shtimi i limonit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve tuaja. Ai stimulon gjithashtu edhe mbrojtjen e shëndetit të zorëve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Madje, limoni stimulon lëvizjen e rregullt të zorëve. Pektin e ndodhur te limoni ndihmon gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Ai stimulon funksionet tuaja tretëse dhe parandalon komplikacionet. Përdoreni atë si një mjet të fuqishëm antibakterial. Pini një gotë me ujë të ngrohtë me limon si një përzgjedhje të mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Limoni mund të përmirësojë aciditetin dhe të përmirësojë gjithashtu tretjen tuaj. Limoni pengon rritjen e bakterieve. Për shkak të vetive që ka, siç janë ato antibakteriale, lëngu i limonit pengon rritjen dhe zhvillimin e bakterieve. Ai ndalon gjithashtu inflamacionet dhe dhimbjet. Lëngu i limonit largon dhimbjet dhe konsiderohet të jetë i dobishëm, sidomos për të gjitha moshat. Rezultatet që do t'i jap në shëndetin tuaj do ta bëjnë atë një përzgjedhje fantastike dhe me vlera të larta ushqyese. Ky frut i zakonshëm ka përdorime të gjëra në ushqimet tona. Ka përdorime gjithashtu edhe në pjatat më të shijshme. Në familjen tonë gati të gjithë përdorin lëngun e limonit, gjithashtu edhe përmbajtjet e tij të veçanta ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Limoni do të ofrojë një tretje më të mirë shëndetësore. Përzieni disa prej limonit në ujë dhe pini atë çdo mëngjes. Kështu do të ndihmoni në një tretje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe problemet. Lëngu i limonit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të rrjedhjes së undëve. Do djeg paksa, por lëngu i limonit i vendosur në një tampon pambuku mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese në rastet tuaja emergjente, sidomos kur keni një rrjedhje të pakontrolluar nga hundët. Lëngu i limonit bashkë me limonin mund të funksionojnë si një diuretik i shumëfishtë për organizmin. Nëse vuani nga ndonjë infeksion të traktit urinar ose keni nevojë të zvogëloni lëngjet në trupin tuaj, për çfarëdo lloji arsyeje, limoni është një diuretik natyral dhe ndihmon që ju të largoni ujin e padëshiruar. Thjesht përgatituni dhe do të shkoni në tualet më shpesh. Limoni ka veprim të mirë antiseptik që mund të mbajë larg komplikacionet të organizmit.
Lëngu acidik i limonit vret bakteriet e dëmshme dhe kjo e bën atë një antiseptik natyral që mund të aplikohet në çarjet e vogla ose edhe në prerjet e vogla të lëkurës suaj, duke dhënë kështu rezultate fantastike. Por, i përdorur me kujdes dhe në formën e tij natyrale, lëngu i limonit mund të ofrojë gjithashtu përfitime të mira si pastrues i lëkurës së fytyrës. Lëngu i limonit ndihmon në luftën kundër rrullave, akneve, puçrave, madje edhe piklave të vogla të saj. Përzieni lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gotë të vogël me ujë dhe aplikoni në fytyrë. Kjo vetëm jo që do ta bëjë lëkurën të shkëlqyer, por gjithashtu do të largojë edhe problemet e gërimit të tepërt dhe njollave të ndryshme. Limoni është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtupë pamuku dhe aplikoni atë në mishrat e dhëmbëve. Kështu do të ndaloni dëmtimet e tyre dhe do të parandaloni komplikacionet. Gjithashtu aplikimi i lëngut të limonit do të zvogëlojë edhe problemet me erën e keqe të gojës. Limoni do të zvogëlojë temperaturën e lartë. Ka dy mënyra që limoni mund të përdoret kur dëshironi të ulni temperaturën. Njëra prej tyre është të pini ujin e limonit, e tjetra zgjidhje është të blini ose të merrni balsam limoni, dhe më pas ta aplikoni atë në trupin tuaj. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të menjëhershme edhe në reduktimin e temperaturave të larta. Lëngu i limonit dhe kombinimi i frutit të limonit në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në shtypjen e lartë të gjakut, pra kundër problemeve të hipertensionit. Për shkak të sasive të larta të potasit që ka ky frut, është i mirë gjithashtu për ata persona që kanë tension të lartë të gjakut, duke ofruar atyre një përzgjedhje të mirë shëndetësore dhe gjithashtu duke parandaluar komplikacionet të organizmit. Përdorime të tilla të limonit do të jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe në mbrojtjen e organizmit. Gjithashtu, lëngu i limonit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të depresionit. Pirja e lëngut të limonit të përzierë me ujë disa herë në ditë njihet për efektet e tij shqetësuese, relaksuese për trupin dhe kështu ndihmon kundër problemeve të ankthit, gjithashtu edhe problemeve të depresionit. Ndaj, përdorimet e tij të veçanta në mbrojtjen e shëndetit do të përbëjnë në një urë komunikimi të mirë të organizmit. Lëngu i limonit është i pasur gjithashtu me antioksidant të fuqishëm. E gjitha kjo e pasur gjithashtu edhe me vitaminën C, që mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të imunitetit në pastrimin e enëve të gjakut dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i limonit në dietën tuaj do të ofrojë antioksidant të fuqishëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimi i tij me kujdes dhe në përditshmërinë e dietës suaj do të përkthehet në një element të volitshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Limoni është një prej agrumeve më të përdorur në kuzhinën shqiptare. Në dimër ose në verë, limoni nuk bëhet kur i mërzitshëm dhe nuk mungon kurrë në regjimin tuaj ushqimor. Prandaj, përdorimet e tij të veçanta në mbrojtjen e shëndetit do të përkthehen në një mburojë vërtet të veçantë në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit. Ekspertët thonë se shtimi i limonit në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mburojë e çmuar e organizmit, do të lehtësojë komplikacionet dhe mbi të gjitha do të rrisë rezistencën e shëndetit tuaj. Lëngu nga tylli i limonit janë dy nga produktet më të rëndësishme që mund t'i ofroni shëndetit. Ndaj përdorimet të tij të veçanta do të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë për lëkurën. Lëkura e limonit është një përzgjedhje shumë e pasur me vitaminën C, me fibra gjithashtu edhe me proteina të rëndësishme, të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj dentar. Lëkura e limonit është e pasur me substanca të mira antibakteriale të cilat pengojnë rritjen e bakterieve në gojë. Këto bakteri janë gjithashtu përgjegjëse për kavitetin dhe prishjen e dhëmbëve. Ndaj, përdorimet të tilla të limonit do të përkthehen në një mburojë të mirë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe ndikimet që do të merrni do të jenë të shumëfishta dhe mbi të gjitha efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Vëmendje.
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.